sepse askush nuk mund ta bind që ta doj dikon me zot. Po, hajde të ecëm, se u bëvon. Shkoj. Alo? Ku je? Po që se mu dasht me ordin banis? Çka bona me atë papagoj që s'më lemrove? Au, e hëngër ka remen. Shumë mirë puna është të shkue. Qëre, për 10 minuta du të veni më po. Edhe zonën me veti. Mirë, pra hajtë që se veç po regulon alle vetu. O mërë vesh? Po bre, hajde tongë. Një macchiato droge, të lutem I thuni ati voglushit që shet cigaret e viderit. Ju faleminderit. Mirëdita, Xhaxhi. Mirëdita voglush. Si të quajnë? Voglush. Voglush, unë e shoh që je I vogël, po emrin si e ke? Më falë, Xhaxhi. U Mahita, emrin e kam Labinot. Labinot? Shumica më thërrasi voglush, ma jap një faqe cigare. O, sa emri bukur. Edhe unë e kam një djalë kështu sati është, e ka emrin Labinot. A shëtaj cigare? Jo, a I shka në shkollë. Po ti? Po, para dite në shkollë, ma dite për në qëka cigare këto? Po, një Marlboro të lutem. Jam bajtë. Jo, s'ka nevojt ma të një pësure. Ju faleminderit. Doni të keni një langë me mua? Jo, sepse në këtë lokal I kam pijet falë. Jo, re. Sheshe. Kush po ti pagu I ka pijet këto, a? Jo, po të unë e pi Xhaxhi falë. Do me thënë, Xhaxhi Ylli, kush na qenë ka ky Xhaxhi Ylli, a? Pranari I kësaj kafeterie Arti. Do me thënë, kjo qenë ka kafeteria Arti dhe pranar na qenë ka një farylli që po t'i paguj ka pijet, apo? Qështë në pagun veç në marë falë. Dhe atë ndihmon dhe një gjë tjetër? Po, është njëri shumë I mirë dhe më ndihmon mua dhe në gjithë familjen time. Do me thënë edhe familjen po ta ndihmoj, ka? Po, Shumë mirë. më bjen harç në shtëpi. Interesant. Shumë mirë Labinot, shumë mirë. Mund të shkosh tash. Ndoshta e shem ndonjë cigare. Faleminderit. Ditën e mirë Labinot. Shkojmë se ata që tash më marrë. Çka po thu bre? Shile! Ku është zona? Po, Shile! Marvesha ka qenë zonën me ma pru këtu. Shile! Unë nuk jam fisnik, unë e tërqia të nëmë të prej. Po ju këtu? Që po rrim. Tani e mura vesh të gjitha këtu, ju dy këni më tu. Që t'ja, pse bani së uj. Nëse ju tregon policisë, do ta vras familjen, do ta vras të vetëmin vllaqe ki. E Romalin e ka vëror fisniku.
Mërë mesh! Ermalin e ka vrarë fisniku! Vetëm kjo të zgjidh problemet. Ej, ku je vet? Ka që kombanes këshirë kush është të ta zonë femnë me vet? Çka? Alo, shërbimi policore i Kosovës, urdhëme. Desha t'ju informoj për një rast. Urdhëra? Në rrugën Tirana, bloku 5, katin e 2, është duke ndodhur një vrasje. Kush para për të rastin? Kon ma ke pru banes! Kon! Erman! 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 Jo burtën e ke, ti e ke vrarë! Do të vras me turën time, do të vras! Policia, po shpis! Gjun shpejt!